Mirëmëngjes Lorenca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Fabi, mirëmëngjes. Si jeti? Mirë. Mirëmëngjes të gjithëve. Pite me krem dhe gogozhare. Po, pse u çuditën moj? Po, pse u çuditën moj? Po, ishte një pyetje, po të bëj një pyetje. Po, më bëj një pyetje. Është pite e madhe apo janë pite? Jo, pite të vogla. Po pse nuk qelloj kurrën, pse më bën konfuze? Po ç'të them unë, pite të vogla janë. Do t'i brumin e kam zënë, do t'i fusim të piqen me pak djath pice dhe pasaj do t'i mbushim me gogozhare dhe krem djathi. E shpike djem duke të recetet ty. Edhe shpikun, me didi. Po, listojmë përbërësit për pite me krem dhe gogozhare, ku do të bëjmë fillimisht brumin, Lorenca e ka përgatitur, me 500 gram miell, një lugë çaj fryrës, një lugë çaj sheqer, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 300 ml kos. Ndërsa për mbushen kemi 300 gram speca të kuq gogozhar, 200 gram krem djathi, 100 gram djath pice, 30 gram fara pishe, piper dhe rigon. Dhe me sa po shoh në tryez nuk kemi, kemi në fakt, kemi përbërës së shtuar ullint. Kujpe? I pash mbrapa. Shika, ullinti kam zgjedhur Fabi për dekor dhe për kontrast ngjyra. Edhe sidomos, kur janë të zi edhe të gjelbër të fort, shkojnë shumë me të kuqe. Po, tu është brumi që Florenca e ka bërë me miellin ola. Po, me miellin ola për pica. Për pica. Nuk e shtuar një miell të shoh që ka se pak miell misri? Jo, nuk kam miell misri. Integral? Kam hedhur pak plur hudhre dhe piper. Po pse mi zbulon të tëra, më lë t'i them unë? Po tani ne jemi për të dhënë këtu receta të vërteta. Unë duart i kam pastruar. Nuk të bësh asnjë gjë ti. Ti do se nuk duhet. Ordra. Shiko, Fabiola, do të marrësh specat gogozhare dhe do t'i presësh, jo në radhë, do t'i presësh kështu të hollë, fije, sa më të holla. Mirë. Mirë, të t'japun thikën tani, ja merr këtë, se shumë e mirë kjo thika. Dhe pasi t'i presësh mirë të gjitha në fije, do t'i bashkosh me kremin e djathit, si që përzjem kur bëjmë një salatë ruse. Atëherë unë po ishte dhe kytasi i madh. Te ajtasi, do t'i presësh. Tani, këtë do t'a heqim të avën, se nuk na duhet për momentin. Jo, se më duhet mua se unë do përgatis pite tani, që t'i fus t'i pjek me djathin e pizzas. Po ku t'a lëm që të duhet që Ma e mua, Fabi? Ma e mua se kaloj këteju. Ashtu dhe. Këtu. Tani, më je pak mielin, që t'hedh pak miell në tavolin. O bëje vetë, o më të bëj fare. Pak miell këtu, Fabi, hidh pak miell. Aq më duhet. Edhe pak. Edhe pak? Bo, mjafton. Sa të punoj pak brumi, këtë po e largoj. Besoj janë visat e din që për të përgatitur brumin, tek pjesa që unë kam cilësuar që brumi, të gjithë përbërësit i përzijejmë bashk dhe përfitojmë një mas brumi si kjo masa që kam përfituar unë këtu. Tani, do të hap një petë të madhe. Ja, kështu ripa. Po, ripa. Ka shtë hollë, mjafton? Të hollë fare, më të hollë të mundur që ti presësh, është akoma më mirë. Më falë Fabi, pasaj dhe për kështu, nuk duen shumë të gjatë. Nuk duen shumë të gjata? Jo, sepse nuk kemi një picë të madhe. Por kemi disa mini picat, vogla. Pite, jo pica. Ama si pite të nanës time? Pite, sepse brumi është zënë me kos edhe me pak fryrës, asgjë tjetër. Nuk ka as edhe një pik ujë. Edhe vajë. Do të hapim brumin 4-5 milimetra. Se dole mililitra. Jo. Milimetra, thash Fabi. Mos më nga të ro. Hapim brumin kështu. Brumi është zënë shumë i mirë, edhe ju thash që këto pikat e vogla kështu janë piper dhe pak plur hudhre, që t'i japim brumit një shije të mirë, edhe me plot shije. Sa të mira janë këto pitet kështu të pjekura, se mund të bëhen edhe me të skuqura, me këtë lloj brumi që kam bërë unë, mund të bëhen dhe të skuqura, por me qënë se ne do përdorim djathin e pizzës, ta shikojnë qik, do dhe pak jo anë këtu, nuk na i pranon skuqja. Vetëm do t'i pjekim, furën e kam dezur, të marrë formën. Mund t'i bëni pak edhe më të mdhaja, po unë po i bëj të vogla që të munden të konsumojnë të gjithë nga një.
ta provojnë, dhe pastaj ta bëjnë dhe në shtëpinë e tyre. Ja po I pres kështu. Të filloj tani të vendos në tepsi. Anët mund t'i ngrini pak shumë me duar, sepse do të vendosim djathin e picës. Ju thash, mund t'a bëj dhe unë një më të madhe, ta shikoni. E po vendos të parën këtu, ta vendos si për sobës këtë, se s'besoj se do na bëj ndonjë gjë. As gjë s'bën. Ja kështu, shtypini me duar, ngrini pak anët. Ne s'kemi kohë, po ju mund të vendosni në ansore një rip të hollë të bërë, kështu si kjo rreth e përqark, ta ngjisni aty me pak ujë dhe e realizoni atë. Do të vendosim këtu djathin e picës. Ja kështu. Në qendër. Vendosim tjetrin, ti vendos të gjitha unë këto që bëra, Fabi. Po. Më hollë si I kam prerë. E ke prerë të holla, Fabi? Një ka dalë trash. Dhe këto tani që po përgatisëm kështu do t'i fusim në furë, dhe në momentin që dalin nga fura, ne do t'i mbushim me masën që po përgatit Fabi, me gogozhare, me krem djathi. Dhe brënda do t'i edhim dhe fara pisha. Ullik nuk I vëm. Në fund fare, nga një kokër në qendër për dekor, asgjë tjetër. Mirë, tani këtu do shtoj kremin e djathit tonë. Përzi, Fabi, përzi, si që bëjmë salatën ruse që edhim majonezën. Dhe me vrapti në darkë, Fabi, një recetë si kjo. Vrap në darkë? Po, kur? Nuk e di çfarë do bëj në darkë. Desha që të arrinim ta shikonim, po me gjitha të nuk është një veprim logjik, të shikonim pjekjen, doja të thoja. Tani pjekjen do ta ndjekim tek Instagrami yt. Tek TikToku yt, se je shumë e rregullt në postime. Po, më pëlqen, Fabi. Dhe më pëlqen sa bukur I shpjegon me detaje. Lorenca, e di ti që këto kohë të fundit kur bëjmë një recetë të lezetshme këtu, hap video që kemi gatuar bashkë dhe I ndjek dhe një herë nga fillimi gjithë procedurën. Po, pse jo? Nuk do ta besoja kur veten, po e kam bërë. Doli shumë e mirë kjo. As nuk e vë në diskutim, Fabi. Hidhi dhe ku t'ishtë në ca farat e pishë, lërë disa të pa hedhura, jo të gjitha. Tani farat e pishës kushtojnë pak, Janë të shtrenjta. Gati 30 gram kushtojnë 3.500 lek. Sa? Kjo recetë nuk është se kushton shumë. Shiko, gogozharet, anvisat mund t'i bëjnë në shtëpi vetë. Po, pa tjetër. Tani, jemi në 20 sekondat e fundit. Që do t'a sjell këtu. Jemi duke bërë folet e brumit. Ja, po I mbush kështu dhe po janë greanët pak më mbrapa. Ju a shpjegova, në shtëpi ju me qetësi dhe me kohë të plot, do t'a bëni. Thjesht ngrini pak anët, ose ngrini me duar duke I mbledhur pak, ose vendosni një rrip rreth e përqark buzëve për ta ngritur, për ta bërë si një vend që mund ta mbushni me diçka. Në këtë rast, unë kam përdorur djathin e picës. Këto e lumshin duar të Lorenca. Këto mund të konsumohen dhe kështu thjesht, vetëm me djath pice, nuk është se... Ja, ku I kemi. Për të lumshin duar, do ta mbyllim këtu. Fusim në furr. Po? Me 180 gradë për 15 minuta këto janë gati. Shpejt. Po, se kanë vetëm kost edhe vaj brënda. Të lumshin duar. Ne do shihemi të hënën, ju urojmë një fundjavë të këndshme, mirë takofshim. Mirupafshim. Faleminderit Lorenca.